Tiri Gjoci, këngëtari i njohur dhe ish banori i Big Brother VIP Albania, zhvilloi së fundmi një sesion pyetje-përgjigje në Instagram me ndjekësit e tij. Por biseda u dominua nga një temë vetme, marrëdhënia mes Eglit dhe Gjestit. Pothuajse të gjitha pyetjet kishin të njëjtën përmbajtje: a janë bashkë Egli dhe Gjesti? Pas shumë përsëritjesh, Tiri reagoi me një ton të fortë duke thënë: "Na lodhët me të njëjtin muhabet." Ky koment bëri menjëherë bujë në rrjet duke ndarë ndjekësit në dy grupe. Disa e mbështetën për sinqeritetin dhe për mënyrën e drejtpërdrejtë, të tjerë e cilësuan reagimin si të tepruar dhe të panevojshëm. Tiri shtoi se në vend që të kushtojnë vëmendje këngëve, projekteve apo temave me vlerë, ndjekësit ngulmojnë në thashëtheme dhe jetën personale të tjerëve. Ai theksoi se nuk është as përfaqësues dhe as dhënës i askujt dhe nuk ka asnjë detyrim të përgjigjet për marrëdhënie që nuk e përfshin. Ndërkohë, Egli dhe Gjesti nuk kanë dhënë asnjë reagim, por vëmendja ndaj tyre vazhdon të jetë shumë e lartë.